A mjaftojnë vetëm protestat e opozitës për të rrëzuar qeverinë dhe a ka sens kur të dyja palët tani po ulen në tryezën e diskutimit për reformën zgjedhore dhe territoriale? Protesta është një mjet demokratik që duhet përshëndetur, por mendoj që përshkallëzimi i aksionit opozitar në të gjitha format dhe të gjitha mjetet demokratike është e vetmja zgjidhje që ka sot opozita dhe jo vetëm por çdo shqiptar, dhe unë jam i bindur që ky aksion duhet dhe do të përshkallëzohet, jo vetëm me protesta në Tiranë, por besoj në të gjithë Shqipërinë, një aksion i cili duhet koordinuar dhe me luftën brenda institucioneve të kapura tani më të Edi Ramës, dhe këtu referohem si kuvendit ashtu edhe këshillave bashkiak, sepse mendoj që kjo vetëm përballja dhe vetëm përballja është e vetmja zgjidhje që kanë sot shqiptarët përballë një regjimi i cili është armik jo vetëm i votës së lirë, por edhe i lirive, të drejtave dhe dignitetit njerëzor të çdo shqiptari.